kartonat dhe ishin kalamajt që janë në çështje penale, apo ishte ai qytetari që nuk e pa dhe nuk e fiku dhe pastaj mori zjarr, po jeti ndërtues ka qenë dhe në rastin e rrugës Kavajës kur djegja ka ardhur për shkak të një defekti në kondicioner. Pra ekziston rreziku për shumë pallate të tjerë tani që po flasim. Do të thënë ky ndërtuesi është rrezik zjarri, po thua. Për timin jo se kam fasadën Llaç. Ky ndërtuesi po koincidoi që Për timin jo se kam fasadën Llaç. Po. Se do të themi ke Llaç. Atëre sistemet e sigurisë. Me këtë situatë nuk duhet të lëmë fasada e Talboni si fasada si ishin ato që fasada quhen to që marrin zjarr. Zjarri mund ndodhi edhe si stazotria. Ka materiale shumë faktorë. Alukobon, po. Mund të ketë shumë faktorë që mund të kryejnë zjarrin. Po. Nuk ka bëhet analiza, bëhet ekspertiza dhe del faktori. Kush ka qenë burimi ose shkaku i zjarrit. Problemi shtrohet çfarë do bëjmë për parandalim? Po tani edhe këto fasadat që marrin zjarr me një letër, me një karton, tani ku e diun çfarë fasadash janë këto pallatesh tani? Mos merrem me fundoren, merrem me... Po nuk është fundorja kjo, se ti mund të thënë sa pallate të tilla janë bërë me këto fasada në Tiranë. A ditë ma japësh një do bjerë një pallat vjetër çdo vend. Drejta që duken të kënaqin syrin me kështu. Po, edhe stadiumi? Me Alukoban është bërë? Jam ekspert i fasadave. Stadiumi... Po, jo. Ku shkull tjetër është bërë? Jo, më ka ndërtime plot që janë bërë me këto lloj. Me Alukoban, do? Do më thënë dhe ja rrezik zjarri. Tani, shiko, ato që i monitorojnë, i menaxhojnë, japin leje, ato që japin përfundimin, licencën pra kur zjarrfiksja, Kolaudon japin leje shfrytëzimit, gjitha këto duhet kenë, se ne kemi diskutuar disa herë dhe inxhinierët kanë ngritur një shqetësim që ne mund të ndërtojmë me çdo lloj materiali ku janë të klasifikuar një kategori materialesh dhe një nga këto kategori është edhe kjo që është përdorur. Mirë, po kjo po rezulton e rrezikshme dhe tani duhet rregulluar që ky material mos përdoret më. Tani ç'a ndodhi pas zjarrit, Faik, pa thuaj konkretisht. Pa djegshme dhe janë me të njëjtën kosto. Faik, pas zjarrit, prefekti mblodhi gjithë kokat. Ç'a ndodhi pasi prefekti i mblodhi kokat? Shiko, prefekti nuk ka ndonjë detyrë. Jo, prefekti i mblodhi. Është organizative. E pash vetur. Prefekti ka detyrë organizative dhe organizon institucionet përgjegjëse, të cilat kanë detyrë dhe ai i menaxhon me qëllim që të kryhet një organizim dhe një O Faik, po më trego ç'a u bë? Këtë detyrë ka prefekti. Çfarë u bë? Faiku ka rezerva. Jo, nuk kam asnjë rezervë. Artan, folti Faik tishet fjala ti e proqeverisë. Po. Prefekti në moment duhet zgjidhë situatën aty, domethënë, duhet çelte i fond veçantë. U çel fondi, ai tha bashkia ka vënë fond më njëherë. Po të thonë të hallat shumë të xhaja, se në fakt nuk e kishte. Ai e tha në ana humane. Jo, nuk ishte e keq, ai nuk. Ajo ishte se u keq kuptua, Ai e tha në ana humane. Është shumë e vërtetë. Atë, ai tha, urdhrin e tha. Ideja ime është kjo. Shteti duhet ndërhyjë me fondet e veta këtë moment. Ai tha Rama se mori përsipër fare, tha Rama tani le të marrë ato tendra. Jo, ai tha ç'pun nga mund. Është zgjidhur kjo pjesë. Fasadën e jashtme. Një punë që bën 400 milionë euro e bën me 2 miliardë euro dhe kur vjen pallatin në gjendjen e mëparshme do ta bëj kompania e cila e ka ndërtuar. Pavarësisht shkapit. Tani një sekond, tani se po i vërtiteni këtij muhabeti ju. Ore, çfarë certifikimi do bëj zjarrfiksi ku shkallët i shkojnë deri në kat 5? Saktë. Çfarë certifikimi ore? Tani zjarrfiks që certifikojnë dhe s'ka shkallë, gjitet deri në kat, domethënë ti jep leje, ta bësh 20 kaç, edhe ti ke shkallët deri në kat 5. Nuk kemi këtu flet kush ka zërin më të fortë apo si bëhet? Po kështu e kemi. Po. Këtu flet kush është natyra. Këtu rrike urtës fika radha. Po. Pak të tim me çikur sa ta. Lajfiza është i shkëlqyer. Ai sa të vjen zëri me edhe Toni Quater. Kemi zjarrfiks dur. Unë e kam dhe natyrë që nuk e bëj zërin. Po, edhe duan të japin, domethënë që ti dëgjohet zëri edhe s'kan këllçe. Tani vërtet mund të kemi trima ke zjarrfiksat, po i shkojnë shkalla deri në kat 5.